Për të dalë një pyetjen e tu juaj një paralajmërimi që ka bërë edhe OKB-ja. Mendoj që më duket shumë agjenci sot i ka dhënë rëndësi një citati të, mund të them, të një bashkëpunëtori të afërt të Pezeshvanit, Masud Pezeshvanit, presidentit iranian, i cili më duket quhet Mohamed Jafar Zarif, më falni, i cili ka dhënë një sqarim që mund të kemi një fillim të një negociate, sidomos për atë që Irani zotohet që asnjëherë të mos ketë kokë bërthamore, armë bërthamore. Dhe dyta 3,67% të sjellet pasurimi uraniumit vetëm për nevoja civile. Pastaj një koordinim dhe kontroll të ngushtisjes së Hormuzit që mund të bëhet bashkërisht me Omanin, me Sultanatin e Omanit. Rifillimin dhe startimin e marrëdhënieve diplomatike në të gjitha nivelet me SHBA dhe investimet që mund t'i bëjnë SHBA në Iran, qoftë edhe kompanitë e tyre të cilat mund të merren me përpunimin e naftës. Ka edhe pika tjera të cilat mendoj që për momentin janë aspekte politike, pastaj të mosbesimit, por edhe të dinamikës gjeopolitike, të cilat mund të ngjecin në atë çka afron njëra apo pala tjetër. Ne kemi atë planin Trump të 15 pikave, i cili nuk është pranuar nga Irani. Pastaj ngadalë ke pas edhe atë iniciativën e Ishakdarit, zavetës kryeministit të Pakistanit dhe ministrit të jashtëm njëkohësisht, që ka bërë në vizitë në Kinë. Mendoj që Irani propozon edhe një garancion të fortë të ketë për sigurinë që mos ketë sulme në të ardhmen, agresion mbi Iranin, dhe këta garantues mund të jenë në ndonjë vend i regjionit, po kryesisht me garancionet ruse edhe